Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi të martën në një emision special që lidhet me një aktivitet tek një prej sallave në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë në Tiranë. Bëj fjalë për Akademinë Përkujtimore, dedikuar një artisti që nuk jeton më, por që krijimtaria e tij është në buzët e çdo këngëtari, jo vetëm të zonave veriore, por edhe më tej. Bëhet fjalë për krijimtarinë e Servet Carës. Ndaj kjo Akademi Përkujtimore në një vjetorin e ndarjes nga jeta, ka shumë e veçantë pikërisht në një prej sallat të Akademisë së Shkencave në Tiranë. Servet Cara është një nga muzikantët më interesantë të trevave të veriut, është një nuklë lidhës i shumë etnokulturave, sepse Serveti vjen nga Selita, pra nga zajsi i Selitës, ku, si thush, ndërveprojnë etnokulturat e zonës së Dibrës, të Lurës, të Matit dhe të Mirditës. Ai solli disa nga krijimtaritë më interesante, duke qenë pjesë e një kasti krijuesësh të jashtëzakonshëm, siç është poeti i adresave shqiptare Gjok Beci, po ashtu poeti lirik i Buzës Valmorit, Viktor Gjikola. E duhet falënderuar Viktori edhe për librin që është punuar me grup autorësh, është një libër shumë interesant, ku janë pjesëmarrës edhe njerëz të formateve të larta të këngës dhe të muzikës shqiptare. Para se të shkojmë tek Akademia, unë ndërkohë që po shkoja tek Akademia Përkujtimore, ndesha një portret në një prej lulisheve të Tiranës dhe një piktor me një kasket që të jepte një antropologji shumë interesante, po mënyra ishte një qasje shumë interesante, qoftë edhe për eventin që po bëj, sepse pash portretin e Servet Carës. Po punoj nga Pjetër Lala. Kam shkruar një intervistë sepse s'kishim kohë shumë të shkurtër. Ndiqni intervistën me Pjetër Lala. I pash Pjetër Lalën. Pjetër, shoh këtu, sot jam nisë për një promovim të Akademia e Shkencave, në Akademinë Përkujtimore për Servet Carën. E kam një porosi, po se realizova do të shpejt. Po. Ndoshta abonohet. Për Servet Carën. Për Servet Carën, po. Çfarë tiparesh i ke dhënë? Ku je mbështet ose çfarë është? Kam një portret përpara, kam një fotografi përpara. Po ti e ke njohur Servetin, ëh? Po, kam njohur dhe kam shumë respekt për ta, ka qenë i veçantë. Shiko. Ka qenë ndërmjet veçantë. Absolutisht, më vjen mirë që një artist i mirë merr në dorë për të bërë pikturën. Po punoj me të vërtetë me ndjenjë. Po, e një prej artistëve më të mirë që ka pas Mirdita. Ka shumë film, po i pazonshëm. Normal mirë, absolutisht. Falenderoj shumë edhe është fantastike kjo. Se mu më erdhi krejt rasti, po është gjë më e bukur. Rasti është edhe kjo se unë deshta me bën për me po tash s'po bëhet për atëherë, po kjo është një vepër arti si do të qoftë me të. Okej, mrekulli. Në këtë Akademi Përkujtimore ishin edhe media të tjera përveç Akrolis, që shkuam në emisionin në Kuvend, dhe unë i kam sjell gjitha filmimet, gjithçka është bërë në këtë promovim, por ishin edhe televizionet të tjera. Po sjell më së pari, po sjell një kronik të shkurtër të Ora News të një prej gazetarëve që është me origjinë nga Mirdita. Pra gjithçka u zhvillua aty është sjell në 2 minuta e ca nga Ora News. Ndiqni. Në një vjetorin e ndarjes nga jeta të kompozitorit mirditor Servet Cara, pjesëtar i grupit të njohur të burrave të ansamblit të Mirditës, në një nga sallet e Akademisë së Shkencave, u organizua një veprimtari përkujtimore në nderim të tij, ku u prezantua edhe libri Poem për Lirin, ku është përmbledhur e gjithë krijimtaria e Servet Carës. Libri është përgatitur prej poetit Viktor Gjikolaj, bashkohës e shokçe prej fëmijërisë me kompozitorin, me të cilin kanë krijuar bashk shumë këngë. Duke e marrë fjalën në këtë veprimtari, akademiku Shaban Sinani, ndërsa rrëfeu kujtime nga njohja e emisia me Servet Carën, ndër të tjera tha. Ajo është historia e këngës së Mirditës. S'ka qenë këngë me ansamble. Është një revolucion i madh në mënyrën e të kënduarit. Praktikisht e nxori këngën nga oda në skenë.
Një kryemjeshtër si Radoja, në qoftë se këngët e Servetit nuk do të kishin një vlerë të parasaktuar për të ardhmen, nuk do t'i kushtonte kohën e vet shumë të çmuar për të bërë transkript. Ndër të pranishmit që e morën fjalën, këngëtarja Mrika Trumshi solli kujtime e mbresa nga bashkëpunimi me kompozitorin Servet Cara, duke u ndalur veçanërisht te këngët e kënduara prej saj, si Lumja ti më i vjesht e tret, Kam shtëpinë e vogël e tjerë. Serveti nuk la pasuri, la familjen e vet, të cilës ju përkushtu gjithë jetën, la pasurinë më të madhe për mirëditën, për muzikën shqipe, për këngën e bukur shqipe, la këngën e mblem, la tingujt e mblem, la këngët monumentale që i kanë kënu artistët më mësët muzikës shqiptare. Në këtë veprimtari që e i pranishëm edhe kryetari i Bashkisë së Mirëditës, i cili pasi evidentoi rolin dhe kontributin e Servet Carës, i dorëzoi vajzës së kompozitorit certifikatën e mirënjohjes. Që thjesht një certifikat mirënjohje dhe falënderimi është gjë e vogël në krahasim me atë që ka bërë Servet Cara për artin dhe kulturën mirëti. Gjërat e vogla thonë shumë. Në shenjë nderimit dhe vlerësimit për rujtjen e pasurive këngës folklorike të Mirëditës nëpërmjet interpretimit dhe levërimit në nivel të lartë artistik, shembull frymëzimi për brezat që vijnë. Ndërkohë, unë du të flas për moderatorin. Kush e drejtoi këtë Akademi Përkujtimore, që ishte një drejtim shumë elegant. Atë e drejtoi Luan Rama. Luan Rama ka jetën të lidhur me Kurbneshin, ka jetën të lidhur edhe me Servetin, edhe me Viktor Gjikolin, edhe me Gjokbesin, dhe është një nga talentet më të mëdha që ka nxjerr absolutisht jo vetëm thjesht fusha e moderimeve, po dhe recitimeve. Por mbi të gjitha është 3 herë ministër. Ka qenë ministri i kulturës, ministër i mbrojtjes dhe ministër i rrënjit publik. Por Luani kur se ka shkput veten nga ai artisti dhe nga recituesi, nga moderatori, kështu që unë e pash në habitatin e vet Luanin. Luanin du ta kujtoj edhe për diçka tjetër. Në vitin 1989, një vit para se sa të vinte shembja e sistemit, më duket se kishte një shembje artistike. Dhe në fakt një event nga më të bukur që ka bërë televizioni shqiptar në atë kohë, ka qenë çdo të premte për 3 muaj rresht, që lidhe me letërsinë dhe reflekset e saj në art. Dhe Luani në të gjithë puntatat që ka marrë pjesë, regjistoi deri në fund dhe ishte fituesi. Dhe na vinte mirë që vinte një djalë i ri nga zona tona, student, i ardhur pikërisht nga Kurbneshi, dhe vinte dhe dilte fitues në Shkallveni, ku ishte emision vërtet elitar, që tregonte përgatitje dhe vështirë kam parë më një emision tillë, që ishte emision formuz dhe që, si thush, analizonte edhe dijenit, sillte për publikun dijenit që ka një student formimi letrar që duhet kishte lexuar shumë, dhe Luani ishte një nga ato leximtarët e mëdhoj, por edhe një nga recituesit më të mirë. Ndërkohë që Luanin ka lidhje me ansambin Mirdita, me gjithë artin, kulturën e Mirdita, është drejtues disa herë i koncertet të mëdha të ansamblit Mirdita, është drejtues i festivaleve të ndryshme që janë bërë aty qoftë edhe për pionjer, por edhe për më të rriturit. Si thush, është një format shumë interesant, dhe është personi që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në Mirdit, kështu që në këtë radhë dhe ky ishte një kontribut të Akademia Përkujtimore e këtij drejtimi nga Luani. Ama do të them edhe diçka tjetër, sepse nis Akademia Përkujtimore, nis me një reportazh. Është një reportazh i shkurtër, rreth 4 minuta e ca, pikërisht nga Luani, dhe e profilon në mënyrë ekstrative Servet Carën në të gjithë dimensionin e tij si artist, kantautor e tjerë dhe si njeri. Kështu që ndiqni reportazhin nga Luan Rama. Shtëpinë e vogël, s'kam ku silem rrotull, kam shtëpinë e vogël, nuk e rroj me botën.
Ndanë rrjedhës së Urakës, në zajsin e Selitës, në Mirdit, mu në kthinën për të poshtë lumit që ka lënë pas Kurbneshin, aq të përmendur dikur për punën e minatorëve, u lind Servet Cara. Ishte e premtja e shën e premtes, më 25 korrik, 1953. Po në atë fshat dhe po në korrik. 14 vjetë për para Servetit, më 30 korrik 1939, u lind poeti Gjok Beci. Natyra, mali, pylli, lumi, bjeshkët e murrani i tyre, por edhe ninullat e djepit e çiftelia, njerëzit e asaj zone e mërmirë të Mirditës do të bëheshin muza e do të mbeteshin frymëzimi e motivi i tyre. Në to e me to do të rriteshin Gjoka para e Serveti pas tij, si vllai madh me të voglin, padyshim përfaqësuesit më të shquar të tharmit të shpirtit artistik të Selitës, djemtë së cilës kanë qitë pushk kur e ka dashur liria e trojeve, por kanë kënduar edhe këngë si dëshmi të dashurisë për jetën, për tokën, njeriun dhe lirinë. I lindur e rritur në një trevë sa të pasur, aq edhe unike për nga larmia e motiveve, pasi aty më mirë se gjithkund tjetër në Mirdit ndërthuren e përplasen, kontrastojnë e miksohen, jetësohen e ridimensionohen kultura, psikologjia dhe mënyra të ndryshme jetese prej trevash në kufi me Zajsin, Kurbneshin dhe Selitën, Serveti diti të marrë nga gjitha ajo pasuri nektarin e çmuar të krijuar ndër breza. Me shumë profesionalizëm, ai na dëshmoi me dinjitet artistin, këngët e të cilit i këndoi Vaçezela, Ari Vladi, grupi i burrave të Mirditës e sa interpretues të tjerë gjithkund në trojet shqiptare. Kryekënga e Servet Carës për lirisë të falë shqiptari e shkruar mbi vargjet e bashkëfshatarit të tij, poetit Gjok Beci, është e do të mbetet përjetësisht një monument krenarie dhe dashurie, e në fakt edhe dëshmi imponuese e fuqisë së talentit të tij si krijues. Edhe nëse ai nuk do të kishte shkruar asnjë këngë tjetër, vetëm kënga për lirisë të falë shqiptari do të mjaftonte që emri i Servet Carës të kishte një vend nderi në panteonin e krijuesve të këngës liriko-patriotike shqiptare. Ajo e plot të tjera, po pyet Bilbili, qesin pushk djemt e Selitës, kam shtëpinë e vogël, Vallja e Zajsit, Lura dhe 300 duvak, kjo betejë kuror lavdije e të tjera, janë po aq edhe monumenti që ai ja ngriti vetvetes. Ndaj, për Servet Carën nuk do të thuhet asnjëherë ishte, sepse Serveti është këngë. Para se të shkoj nga një kronologji më zgjeruar e këtij eventi, pra të Akademisë Përkujtimore, duhet sjell dhe një fakt se në këtë Akademi Përkujtimore u bën edhe 2 nderime për Servet Carën dhe për familjen e tij. Është një nderim nga Bashkia e Mirdit, ku ishte kryetari i bashkisë zoti Albert Mylyshi, dhe nga një shoqat tjetër, kështu që i ndiqi të dyja këto vlerësime. Jo klikim, jo një përgjithant falenderit Servet Carës, vlerit, por edhe familjarëve të një vlerë që i kanë nënë Mirditës, që thjesht një certifikat, një njohje dhe falenderimi është një gjatë e vogël në krahasim me atë që ka pa Servet Cara për artin dhe kulturën Mirdit. Gjërat e vogla thonë shumë. Në shërbim të ri dhe rrugën e pasurive këngës folklorike të Mirditës nëpërmjet interpretimit dhe lëvrimit në nivel lart artistik, shembull frymëzimi për brezat që vijnë.
Gjata atmetarit për identitet dhe bashkim kombëtar me vendim të kryesisë nderohet me mirënjohje Servet Sara. Mirënjohje kompozitori të talentuar Zotit Servet Sara pas vdekjes për ngritjen në nivelin më të lartë muzikës popullore dhe për kontributin që ka dhënë në krijimin e disa këngëve që i këndojnë jetës, i këndojnë dashurisë, i këndojnë luftës popullit tonë. Kryetari i shoqatës Femi Luca. Tani, megjithëse e kam filmuar unë, normal jo me ato karmat e cilësisë shumë të lartë, gjithsesi kam sjell kronologjinë e këtij eventi, do të ndiqni një kronikë të zgjeruar, pikërisht me drejtues Luanin ku ju jep fjalën disa prej protagonistëve që ishin ftuar aty, duke nisur pari me Viktor Gjikolin që bën një përmbledhje të shkurtër, është si një lloj recense, por edhe kujtime nga puna me Servet Sarin. Viktori gjithashtu ka qenë në zonën e Kurtneshit, kështu që ai e njeh më mirë se askush mase Servetin. Pas kësaj fjalës së Viktorit është një fjalë shumë e thukët dhe shkëlqyer e akademik Shaban Sinanit, nga që Shabani ka lind lur dhe ka pas njohjen dhe lidhjet me Kurtneshin, edhe me Servetin, po edhe me poetin Gjokbeci dhe me gjitha, me Viktorin e me tjerë, pra me gjithë kastin e krijuesve që kanë qenë aty, pra e njeh shumë mirë Kurtneshin sepse kanë ndërvepruar këto dy zona dhe më pëlqeu shumë qasja e tij prej akademiku me një thjeshtësi, paramo solli një modus shumë veçantë të gjithë krimtarisë Servetsares. Ndiqni akademik Shaban Sinani. Kam qenë nga ata që Viktor, ndoshta mua më shqipte si një xhunat. Edhe me mua mund të bënte ç'të donte, po mi ka recituar poezitë e tij përpara sa ti bënte këngë. Thjesht për të parë një reagim, si do të reagoj ky. Unë vija nga Lura për të shkuar për të ardhur këtu në Tiranë dhe qëndroja në Kurtnesh, ku shpeshherë më të priste bilet në autobusit, sepse përndryshe duhet të bëje një natë aty dhe ishte pak e vështirë. Dhe në njërin prej dy klubeve që kishte Kurtneshi, lejohet për nuk është anti-edukative me një gotë raki përpara, mund të lexonte tekstet e tij të reja të pa shfaqura, të pa dëgjuara në një skenë. Ku më bën thesa, po mendoja se gjëja më e mirë në të libër është që Viktor dhe skuadra jote keni prishtur një paragjykim që kryelartësia e veriorëve nuk lejon të bëjnë bashkë sinergjie dhe të bashkojnë shumë autorë. Ai libër mban emrin e Servet Sarës, po është libri i skuadrës tuaj, ju keni përfshirë edhe një prej apo dy djemt. Edhe dy djemt apo edhe dy djemt. Pa keni krijuar një skuadër secili sheh në mënyrën e vet. Dhe Serveti vjen si një ngjallur tash në këtë libër. Është një gjë shumë e bukur, shumë e bukur. Punosh bashkërisht për të mbajtur kujtimin e një personi, po nuk është vetëm kujtimi i një individi. Ajo është historia e këngës së Mirditës. Dhe dua të them, jo vetëm e këngës së Mirditës administrative, po e Mirditës etnografike dhe duhet të them disa gjëra që janë vërtetësisht kështu. E një këngë që në 50 vjet të fundit ka qenë në ekspansion, sepse e mori të njëjtin në mënyrë të kënduari edhe Ari Bladi nga Lura, po e mori edhe miku ynë përparim Tomçini në Dibër. Stabilizoi formacionet orkestrale që nuk i ka pas ashtu në Dibër. Këngë e Mirditës ka qenë si këngë e Dibër, si këngë, ka qenë këngë ode. S'ka qenë këngë me ensemble. Është një revolucion i madh në mënyrën e të kënduarit. Praktikisht e nxori këngën nga oda në skenë. Është, domethënë, entuziazmi i parë që ka ardhur nga kënga e këtij brezi me të cilën një rritur, ka qenë që sfida që të vinte prej syve.
kur dilin 20 burra aty në skenë dhe edhe 20 orkestran, se i cili me rolin e vet, asnjëri tepër. Dhe kjo pastaj më ka bërë që të përqen pak sa do pak i dobishëm në këtë akademi, të bëj një krahasim midis koleksionit të këngëve të Dom Nikol Kaçorit, për fat të keq Dom Nikol Kaçorit ralli përmenden meritat, po këngët nuk i përmenden fare. Është një koleksion shumë i pasur, është në arkivi qendror shtetëror. Ka një stil ndryshe prej franceskanëve. Dhe ka në repertorin të tij këngë për individ. Si kënga Kamerloshi për shembull, që merr shkas nga një ngjarje vetjaka dhe bën një këngë të lartësuar kombëtarisht. Po, këngë të mbledhura kryesisht në zonën e Kurdilit dhe më pak në Mirditën e Thellë, por shkon prek deri në Urën e Fanin, dhe që janë në zhvillimin historik, janë mjaft ndryshe prej këngës që sollin në skenë Mirdita në vitet 70, 80, 90. Uroj që të vazhdoj kështu sepse tani kjo mënyra e re të kënduarit rrezikon edhe gjuhën, jo më formacionet e të kënduarit. Si thash, përveç këngëve lirike që i kam që të tjerë, do Nikol Kaçori ka këngë për individë dhe këngë cupash. Si që janë, edhe këngë hajdutësh, këngë tërmënie për grabitje. Edhe e përmenda këtë, përveç originalitetit të këtij cikli këngësh, e përmenda dhe për një fakt. Lartësimin që solli Servecara, Jaktuci, Gjokbeci, pa diskutim Dorjanieni, mbi gjuhën e teksteve. Nuk hoqën dorë nga kënga me emër, po këngën me emër e bën nga një ngjarje vetjake në një ngjarje të bashkësisë. Dhe kjo është zhvillim cilësor, është kontribut që ka për të shënjuar. Dhe jam i inkurajuar të them këto, edhe për faktin se një kryemjeshtër si Radoja, në moshën që ka dhe e pas të jetën të gjatë. Në qoftë se këngët e Servetit nuk do të kishin një vlerë të parasaktuar për të ardhmen, nuk do t'i kushtonte kohën e vet shumë të çmuar për të bërë transkriptet edhe në atë moshë, sigurisht. Në atë moshë ndodh e kundërta, që nxënësi, po themi, i listit dëgjon dhe transkripton ushtrimet e ustajit, ushtrimet e mjeshtrit. Jo kjo që ka ndodhur, që është i ka bën kurorën e nderit me këtë gjestë, thjesht me bindjen që po, këto janë këngë për të transkriptuar, sepse duhet të mbetet. Dhe unë ndaj një pjesë nderimit tim për Radojën, sepse vërtet e shikoj rrezikun që kjo traditë e re që u krijuar nga brezi që i kushtojmë nderimin sot, nuk është aq e vetë brojtur nga. Spektaklet bëjnë punën e vet, programimi pragmatik bën punën e vet, dhe pas këtij nderimi që kemi bërë për Servetin dhe për njerëzit që krijuar bashkë me të, ndoshta duhet edhe një këmbë ngulje që të mbahet gjallë kjo. Vazhdojmë sërish me kronikën, ku kemi edhe të tjerë, edhe artistë që kanë fol aty në këtë akademi për kujtimore, kështu që ndjekim edhe pjesën tjetër të kronikës. Po, Serveti është këngë. Dhe ja na kam mbledhur sot në këngën e tij që në fakt është e gjithë jeta e Servetit. Libri sot është i bërë dhe aty është pjesa më e mirë e krijimtarisë së Servetit, mbetur si një dëshmi e rolit të tij, e kontributit të tij dhe e peshës që Serveti ka patur në atë që njihet si kënga qytetare, kënga e bukur popullore e Mirditës, që ka një vend të veçantë në
mozaikun e këndës popullore qytetare të vendit, ku pa dyshim Serveti ka një kontribucion. Edhe unë jam i emocionuar si të gjithë ju, natyrisht, kështu që në çelje të këtij takimi dua të falenderoj të gjithë ju që keni gjetur kohën nga një pjesë, Dorinën, vajzën e Servetit dhe gjithë familjarët e tij dhe miqt, shokët. Natyrisht do të duhej një sallë e madhe, po t'i ftonim të gjithë, por është vetëm veprimtaria e parë në promovimin e librit, e besoj do ketë të tjera në radhë, sepse kënga ka përjetësi dhe kënga këndohet. Një gjë është e rëndësishme, sa të ketë gjuhë, që flitet shqip, dhe sa të ketë këngë në gjuhën shqipe, do të këndohen edhe këngët e Servetit dhe do të thuhet gjithmonë muzika servetçare. Dua që ta përmbys pak rendin e parashikuar që ja fjalën si fillim Viktorit, meqense ai është punëtori që ka mbledhur në këngë, në libër këngët, fal kontributit të veçantë, në fakt, që ka dhënë edhe profesor Robert Radoja, i cili e ka të pamundur fizikisht, të di sot nuk kanë komunikuar dje me të, se pa të në manet porosime, pra në mënyrë kur punonin partiturat me të që kur bëhet aktiviteti do më prisni dhe do vitë kas. Një për e kaluar një gjymë të rëndë, një operacion të rëndë në zemë dhe është në shtratë, nuk për ndotë. Kështu që Viktor, fjalla është për ju. Është një moment emocional, sepse unë jam moshatari të i dhe imi filluar të shkruajmë ato rimet e para dhe melodit e para kur ishim banda të shkollës të liçare. Si duket atëherë fillon ajo që mund të shkruhet dikush një herë. Serveti ishte një ndjesë asaj të bëti të një kru. Po ato unë shkrusha një gjë, atërgonë sa mësusën të letësisë, se toshin që edhe mund shkruaj. Ne ishim dy moshatarë, po me fatët ndryshme një jetë, natyrisht, dhe do të them, mos a them, sepse ai paron kasetë edhe i shkojnë në shkollë artistike, që unë shkolla kooperativë shore. Mi po, ajo që nga bashkoj dhe Sultan kur ishte etja për artin, ishte shumë të shuria sidomos për këngë. Do të qenë saj un po pastaj përgjegjës kultura, ritoshi tekse, i brende pranë sistematikë, çisë duani di shumë mirë se ka qenë interpret atje. Bom sa gjëra të bukura, besoj se mirë ishte edhe tash ai pa dy kohë të krijimtarisë të para se lëvizi në Tiranë dhe pastaj edhe më vonë ai u bënjë të kanë shumë. Isha unë që ja pa ta propozuar këngë dhe ideja ishte të bëhen të dy bashkë një libër, cili të kishte krijimtarinë tonë poetike dhe muzikore. Unë komponu vetëm me Servetin, unë kam shumë këngë me Mark Gjogën. Mire këngët më të dëgjuara të mirat janë të Mark Gjogën. Unë kam bashkëpunuar me Krocetin, një varg këngësh të njohura. Po për shkak se para çlirimit që them unë në se emërim nuk bëhej shoj se progresin. Kanë vetë në anonimat, po s'ka gjë, nuk ka asgjë spetet në anonimat ja për temi vitu se provove. Edhe i thash që të bëj kështu, e thash po herë e parë do të shoh për partiturën, se dhe si po morë një problem teknik, po kjo është një gjë shumë e vështirë, e sa tro kam besoj. Ta ketë shumë e vështirë të botosh lëndë me partitura, tekstet e prozodia muzikore, prozodia, se duhet i hedhë një muzikant dhe ai kishte zgjedhur Robert Radoja, një njeri jashtëzakonshëm, dhe kur mora vesh ai kishte një lidhje me Mirditën, sepse ai më dha monografinë e Kur Mirditës me Henaut, që nga nëna kishte gjatë për Mirditë dhe i thash të ishte vërtet një person të shumë. Por e bëni një punë jashtëzakonshme, dhe shumë kishte qenë Serveti edhe thonë se s'po bëre me heroikën time, por ai po mos të kishte punuar profesor Robert Radoja në librin, nuk do të kishte dalë në ky aktivitet. Fakt këtu ndrohen ideal, të bëjmë me që libri ka dalë. Pra ne unë një dur të rëpitje, një njohje për Robert Radoja.
si në kapitullin e falënderimeve kam pas sektorin më të vështirë, sepse njeriu mbetet garcën e emocionit edhe të subjektivizmit, po unë duhet i falenderoj ata miqtan, ministrin e madh Arif Flati, ministrin Esat Ruka, Kolsusën, Bardok Sulemani, Fran Cara edhe ky Bardok Pule, që ishte edhe redaktor drejtar i librit. Unë duhet i falenderoj, mund të harroni një, por nuk e bëj me qëllim të keq, po një falënderim do bëj edhe për dëgjim të mijit, cilët të mbështetën projektin dhe Kosovën dhe janë mërkimtar në Gjermani, e njiftin Servetin dhe e njiftin i dëgjoshin këngët e tij. Ajo që kam mësuar shumë ka qenë një thënie e Antonio Gramsci't, qytetërisht nuk më rekomendoj ditët të reja. Kulturë para së gjithashtu është disiplinimi unitan të mbrojtës. Ka dhe Freud është ka shumë gjëra thonë, sepse ajo shkruar vitet 30, dhe në vitet 30 teoria praktikiste kishte rënditën e vetë bashkë me Nietzsche. Do të them që Serveti kishte një gjë, kur nuk fliste për krijimtarin e tij dhe miqtë e tij, nuk do të më di fare. Serveti i donte njerëzit e vet, i donte dhe fisin e vet, ja ta them me 81. A më kërkon duhet të bëjmë një kanë thot ngjarje të Kosovës, po të gjejmë të kemi një personazh kritik. Edhe të zgjodhëm Talicara. Talicara në Sokon, në historinë e popullit ton ishte një, nuk shkruaj libër, ishte një komit nga Mati, le thotë, profesori. Dhe ne e bëm, qanë të krisma 10.000 ditës që të ngjarje që ndodhin në Kosovë. Më konë bëka nga përriri sfaqitare, edhe ajo dhe pyeti që më të ndalë që bëjt bjenera, vazhdojnë luft po bëngë, okeja, por gjoka e përdorte këtë vargun historik gjithmonë si nismën dhe që janë të ndalë që bëjt bjenera, gurgullojnë këto burat e. Burat e tërë po gurgullojnë, pjesa jone e të pëzgjohë. A i të dhe ka shkru dhe kënë të tjera dhe përfisën e ti në rastis, na ka kërkuar shpesh këngë kujtimesh edhe kitabe edhe kur isha atje edhe hartime për fëmijë që do me bajrojnë, po kjo është një gjë që ka ndodhur. Edhe kam edhe një thënie të Goethes. Goethe thotë një gjë, thotë bën për të tjerë shkruaje në rër. Bën të tjerë për të vendin burr. Unë kam pas fatin shkruaj të dramë, po dhe të dhe në burë, sepse njërës kam, nuk unë i njohja, por edhe po më kanë qëllu me burë, kam harruar se më kanë qëlluar, edhe nuk du t'i harrim gjitha në dhëri, sepse kjo është tjelëzore. Edhe unë e di që Serveti do të kujtohet, sepse ajo që ka votuar librin e vetë, është një dëshmi autentike, e një kulmi që arriti këngë meditore në njësat e vetë të asaj kohë, me atë këngë që ishin partët e partë, unë që ditë si në takimet tona në përmenin prejnë botisën ti kërëzeti se ti e ma i moqë. Nësat e prova po të t'i them 4 vargje që i ka shkru zjatë sikur nga Korqa për prejnë botisë. Këndom një ti të këndom zemra, merja këngës dhe njëherë, qifte kisë mirani sprenga dhe këngës shkoja me në male tonë të rritë të zëllojnë e të rritë. Kështu që edhe ata dhe ata që filloj kjo epoka festivaleve Frankfurti për zefje, do t'i përmend këta sepse ishin themeli, nuk pa që s'ka, ka, tradit plus amri. Në që se na dhe ne projektojnë bukur, duke respektua ato që është ati. Pra ne të thënë që kontributi i Frankfurtit i kujdesi romash të sepse po të punit një akademi për kujdimore i Frankfurtit dhe të japë tucit edhe të ngu për korës edhe kanë pasuar këngët e ditës e cila është pjesë e kulturës orgonitare, bile shumë specifike në shpallin e saj. Kështu që Serveti do të kujtohet se dhe për këngës, ne do të kujtojmë gjithë, po dhe ne la harrosim ne, nuk do të harrojmë këngë. Ju falenderoj shumë.
do me falni emocionet, unë e kam këtë gjë edhe për herë parë të kaj. Si që tha këtu, unë s'qe fjallë që të flasë për babin, për atë njeri që jeni mbledhur ju gjithë sot këtu. Ka qenë një baba, edhe bashkëshor, po me gjitha baba shok. Për mua, për motrën, sidomos duke që se motra nuk jeton këtu, po ju falenderoj të gjithëve, pa përjashtim që jeni sot këtu, Luanin, Viktorin, kryetarin e bashkisë, të gjithëve. Ju falenderit nga zemra. Bashkë me grupin e burrave ngritim këngë Gjirokastrën, Shqipërinë dhe gjithë shqiptarinë me këngën Xhamadanit Rinis, është nga këngëtarët e preferuara edhe të këngëve të Servetit, kështu që unë dua që Mrika të thot 2-3 fjalë, jo vetëm për shtëpinë e vogël. Unë e kam njoft afro ku bon 50 vjetësh që në festivalin e 78-s. Në atë kohë kur ne gjithë ishim amator, ishim në një provim. Në Amer, në Kostë, në Amer, në kalojnë gjithë një cikël, tamam një provim të vepër i vështirë. Nësa Serveti kishte tjetër status, Serveti, Gjoka, Frankopje, ta ishin ato që do gjykonin për ne. Me në kryu nishin e Mankotorianini, cili ka ato vlera që se vina vletë për Serveti në përdojnë. Dhe që në atë kohë, unë në vërtet Nova Xhamadanit Sokoli, ka qenë një provim të ditën e kunë parë se kam shkuar në festival, do të ndërë në akostot në jonë, e vuri tjetër kush, sepse ka dhe në shumë pëngjesa, dhe si të pojë për preso. Dhe ajo e mori atë dupin dhe latin e vetë në Gjirokastër, jo një dika e tishtë në dyshës, ta qoj e po më ta qoj, ashtë i tropoli, sa po i përket qidhe, ishte dishka që kaloj shumë pëngjesa e rëkangër. Pas Xhamadanit në Sokolit, unë kam lërsu për herë se vete, kam lërsu që më brurin e këmbonëve të salë, të ndëlloj parësisht, ajo kam nuk pyri, të gjystorëshni. Por, fakti që ajo miri, dhe ditë e sot më tërko që ato tinguj, ai tekst, ishte bazë, ishte një frymëzim aq i bukur sa një resens dhe në kohën e sotme që do vështirë prapa akoma tregon që Serveti kishte një profil tim, kishte një profil autentik që nuk e kishin tjerë. Ashtu e krijoi atë muzikën e vet. E krijoi ndryshe nga kënga në këngë, por dukeshin që ishin timët e Servetit. Që për asaj herë, mu ka besuar Serveti askush mosha nuk e di. Po tekstet e parë të këngës së Servetit i kam kaluar. Atë këngën për lirisë të shqiptari e para kam mësuar, pa ditë për kush e kam mësuar tekstin e vjetër. Dhe së të dita tekst, disë e teksti shumë, pavarësisht të ndu. Por, ashtu si kalon në pas kalat e rruni këngë atjerë, si ajo ngeli, këngë moj bukur, këngë monumental që do të nëmë presë në presë. Por ta bukur Luani një këto një material, një këngë që të ngellën, edhe aje e ka kriju profilin e tij, ka kriju figurën e tij, e ka lënë gjumën e vetë të pashlyeshëm në kanda. Së po pas këtyre, pas këtij cikli, ai mësoi këngën në atë vishate. Ka qenë një këngë më të bukur që mos shikojmë politizimin e teksteve, sepse nuk i shmangëshin dot, po do knoje, po do leje, nuk do knoje fare. Por ajo këngë, atë ditë, se vetëm vitin, do më thënë dërdinishin e pak atë kohën e vetë, ka qenë një këngë që a kërku nosha dhe më shumë si të Sokolit. Nuk ka ngel e vend kombëtar ka kënua e këngë. Erdhi nga grupi Kurneshit, ishte muzika e pastër e Servetit e kënova unë me grupin e burrave. U bone 3 variante, nuk do dalë ke vetja ime, do dalë ka ajo, do më thënë që pse ishte e bukur kënga. Ajo këngë u bën në variantën e Dojanin, në variantën e Servetit që solli deri nga Kurneshit, dhe në një variant tjetër që e proponoi mjeshtri i madh një gjuhë sot në gjithë shqiptarinë sepse është në Kanada, po larg llapa. Tash nuk është asnjë që u zgjodh kënga e Servetit. Për ta punuar, për ta bërë një muzikë simfonike nga llapa në festivalin e Konservatorët në Durrës. Që një nga këngët më të bukur.
mos folim për këngën për lista shqiptare, sepse tha Eustar, tha që ajo është këngë fundament. Së fundi më parë të tjetër, bashkëpunimi jo në shtëpinë e vogël, s'po thënë komisia dhe ajo konsolidimi më shumë i njerëzillikut i aktivitetit në Servetit e shtëpia e vogël. Aty nuk pash vetëm Servetin, aty pash një vllazni selitësi. Me Servetin, me Viktorin, me atë në Cipulakun që ishin një periudhë selitëse që këto nuk ndashin që unë kam një vetëm mbumi mikrovetë të kam, e kam një vetëm më mirë. Me kërë përzetën po falë, po përsovë në selita. Që atëherë unë kam përkju një respekt të jetë sa boshëm për artistën. Se pas taj thonë dhe Bardoku jam unë nga Berlati dhe përzihet punë. Ajo që nuk ja falë vetës kur, këtë bashkëpunim ka qenë sepse unë nuk kam desh marrë pjesë të këngë. Kam gullë këngë deri në fund, sepse mendoja, jo për këngë ishte perë. Po të thoja këte, asnjëherë nuk kam desh që unë të mos e justifikoj vetëm në një krim. Këja një shtatë kërë një reje tjetër, por më duket sikur ai ka një votë për mua, se vetë unë i kam, do të unë i kam. Po do të dalë keq, do jo prish këngën, kjo ishte gjithë mesele. Kam unë i kam, jo pak u gati 5-6 muaj vesh. Unë këngë apo shumë e bukur. Edhe kënga, unë e kam në këngët më të bukura të repertorit tim, për paktën se i kam ndryshë nga të tjerë, ku ndola nga jetësimi i fortë që isha në këngët e ekzistuese, dhe një fundimi më i bukur e më lëvizshëm bashkëpunimi me Servetin. Faleminderit. Jemi njohur në drejtor me Servetcarën. Ka qenë me vërtet unë ndërjanë kam qenë në atë kohë përgjegjësi kulturës, por se pjesa e Zajsit ku ne kishim një heroin të përbashkët atje dhe duhet të rikujtonim, pa tjetër që në bante bashkë angazhimi i përbashkët i grupeve artistike. Dhe pastaj ne si dy djemë të ri me interesat përbashkët atruise, mund të them edhe simpatik në atë kohë ishim, se nuk ishte shumë kohë njerëzit në marrë me kalkulime kështu estetike. Dhe pastaj kemi mbetur miq edhe si temperament e karakter, si kufiar, po edhe të skenës në cilë jemi takuar disa herë për festivale kombëtare. Servetcara është një djalë i talentuar i cili ka nisur rapsodinë e vetë, sepse kjo është edhe alfa e të këndurit burrave në mjedise të natyrshme, popullore, tradicionale, e pastaj sigurisht fati, talenti, shkollimi i tij, marrëdhënia mediatike, përgoja institucionale e çoi në nivele kombëtare, për cilët ai pati fatin, nderin, që krijimtarinë e tij të vijë shërboj të autoriteteve të vokalit shqiptar. Kjo është një veçantë e tij, merit e tij, por edhe merit e kohës në cilën ai operoi artin e tij muzikor. T'ju them për shembull që unë nuk e njihja repertorin e tij të plot, pas angazhimit që më futi Zoti Viktor, unë detyrova edhe ju referova edhe regjistrimeve të tij dhe të them të drejtën disa herë u befasova. U befasova me stilin e krijimtarisë së tij, me aftësinë për të kaluar, se nuk e di se kam një nik timin këtu që është i aftë profesionalisht në aspektin muzikor, si Bardoku, që ai kalonte bukur nga modi i qytetisë, mbi të cilën pjesa më e madhe e këngëve të tij ishte krijuar mbi këtë tastie. Se kalonte bukur nga ky mod në një mod tjetër që quhet kromatik, që këtë ja diktonte shkolla atij, shumë natyrshëm dhe me logjikë krijuese, dhe kjo ishte edhe larmia për cilën krijimtaria e tij bëhet interesante dhe dëgjueshme edhe nga shtresa të cilat mendojnë se janë më afër qytetërimit artistik se sa tradicionalizmi. Kjo është merit individuale e tij, merit e shkollimit të tij, merit e përvojës të tij krijuese edhe pasionit të tij. Unë mendoj se, po
Në qovë se Servet Cara do të kishte majtur ritmin e krijimeve të viteve të para, sigurisht produkti i tij artistik do të ishte shumë më i nevojshëm, shumë më i bëshëm, edhe shumë më me kredibilitet. Ndonjëherë fatet rrethanat vijnë të tilla. Gjithsesi, unë duhet të veçoj, zonët tona nuk kanë vetëm patentismin, që në një farë mënyrë cilësohet ose eksperimentohet ose tregohet në rapsoditë tona, me të cilat sigurisht janë shumë faktorë që ndikojnë, prej Majkraut e tjera, por unë mendoj se lirizmi treguesi është jo vetëm kënga Shtëpinë e Romit, që për mua është një nga perlat e lirizmit të rrethonave të cilët populli ynë ka ardhur. Por edhe disa këngë të tjera lirike. Ai ka lënë nga rapsodia një këngë me grup. Nga grupi i burrave në një këngë me 3 zëra. Domethënë ku harmonizimi i tij kishte vend. Domethënë këtu ne duhet të stimulojmë elementin e talentuar në mënyrë që të mos ndalet vetëm tek një ashtu quajtur tradit, që të mos domethënë të eksperimentojmë vetëm atë që ne ka ardhur, por të shohim edhe hapësira e kursit të reja. Unë do të kisha këshilluar, megjithëse mosha ime më lejon këshillin, që mësuesit e muzikës të Mirditës duhet të njihen me librin që është, me librin e Servet Carës. Duhet të njihen me të, jo thjesht për të respektuar Servetin si individ, por duhet të njihen për të bërë pjesë e kurrikuleve, edhe pse programi i Ministrisë nuk mos përmbaj kështu, sepse ka specifika tjera, por duhet bëhet pjesë e kurrikulit, se në fundit trashëginia është ajo baza në të cilët duhet të njihemi dhe ta respektojmë, por ta respektojmë duke asimiluar. Më pëlqen jashtëzakonisht pjesëmarrja juaj që tregon një solidaritet jo vetëm njërzor, por artistik, për cilë ne kemi nevojë më shumë se këto herë. U kujtoft gjithmonë me nderimin përmjet këngës, me Servet dhe respekt për ju të gjithë. Dy llatë do t'i thonë për Servet Cara. Po përpara se me thonë atë do t'ju them se aty dhe si krijoheshin këngët në Mirdit në kohën tonë, se në kohën e Servet Carës. Natyrisht tekstit i bate Gjok Beci me Viktor Shikolin, pavarësisht se Viktoria nuk duket fare aty ku jo të gjitha tekstit i bate Gjoka. Me atë po Gjoka kishte fituat sepse e meritote. Gjoka ka bëmë Republika, për shembull një prej atyre, po kaloj nga tema në temë, një prej atyre kur e dënuan Gjokën, një prej atyre në rëshen tha Gjoka fluturon, se tha sekretari i dytë tha si bëjmë me Gjokën, ta marrin prapa mos ta marrin. Dhe ai që prezent aty që ishte dhe i madh, tha Gjoka shumë i mirë po fluturon. Dhe që zadeja i tha tekstualisht. Tha, sikur ti isha unë fluturosh atje ku fluturoj Gjoka, tha. E ti shkrusha unë ato vazhen, e ku ka si ti më shqipëria ime, me kësime. Pra, Gjoka ishte një njeri bravo, shumë i bravo, dhe ndarzakonisht punëtor. Aq punëtor ishte Gjoka, sa që kur kam bërë pjesë, kam qetë, kur kam po Xhamadani, se ta shita, e kam qetë aty, kishte mushi taull Duhani, që ishte 4 orë, ishte kaq ajo taulla, piramide kishte bërë me bifta cingalesh, dhe hyna unë mjerë s'ka ora 8 të ka zyra territori, edhe kur shohë që do t'i më shohë, thot kam mjerë. Për qatë, thot kam bo një barë për mes fushës kalgram me gjoja, thot edhe, ta bajon, thashun, bashkë që flekët kur hapë shqipoj, do dalë. Edhe erdhe më përqafoj, edhe tjeti, për shemë. Po marrë vetë jo për liris, po për guri rënë trojet bera. Ashtë një muzikë e Servet Carës. Edhe unë e kam bërë muzikë, edhe Mark Gjoka dhe Dorjanini dhe Fran Wolfi dhe Kolpicaku dhe Zeftusha dhe do të prejnë kush pate muzikë, të gjithë e kam bërë muzikë. Edhe një qësoshin ma jetofonin me shirit dhe i paraqitë atë. U paraqitën gjitha dhe fitoj kana e Servet Carës. Ndoshta ajo është arru, po një kanë shumë bukur. Dhe të kjo akademi një mesazh nderimi, por
ç'është më e rëndësishme atje mesazh vlerësimi për kontributin, për punën, për gjithçka dha Serveti dhe fillimi i jetës së Servetit në këngë dhe në zemrat e gjithë atyre që e kanë dashur, që e duan dhe që nuk do ta harrojnë. I përjetshëm qoftë kujtimi i Servetit. Tani të kalojmë pak tek dy pjesë artistike. Marrim pjesën e parë artistike. Në vitin 2014, me ansambin Mirdita, ne kemi qenë në Top Channel, Top Show magazin, kështu ishte emisioni që drejtohej nga Alban Dudushi. Pikërisht këngët që u pritën kaq mirë nga publiku aty me ovacione, dhe du të falenderoj dhe Alban Dudushin për gjithë prezantimin shumë të bukur, shumë elegant që i bëri grupit të burrave të Mirditës dhe këngës së Mirditës në përgjithësi, po është një lloj mënyre dhe një dokumentim historik i pjesëmarrjeve artistike, qoftë edhe atyre që si jetojnë më. Kështu që në të rast kemi edhe Servet Caren. Pastaj e ndiqni dhe në këngën tjetër, janë dy këngë, është edhe Mrik Trumshi me Mitsokolin dhe pastaj është edhe Qeqistopullu e Rautilin, janë dy produkte të mira, janë shumë të bukura dhe janë një kujtesë shumë e ndjerë edhe për Servet Caren. Ndiqni nga Top Channel. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show magazin, në këtë transmetim të drejt për drejt. Mirëmbrëma juve që po na ndiqni nga ekrani i televizionit tonë. Siç e shikoni, skena studio është veshur me ngjyra dhe këtë mbrëmje janë rikthyer pikërisht këta artistë të Rrëshenit që do të kenë sonte në pjesën e parë një performancë të jashtëzakonshme dhe një duartrokitje për të gjithë që janë këtu. Mirëmbrëma. Piuve që monitoni Qamatanin akvitës doktori Për mes fushës dhe kaldra me gëshoja Bashës si fletët kur apë shqiponja Për mes fushës dhe kaldra me gëshoja Bashës si fletët kur apë shqiponja Ski!
qeliku e lullës do në bolla, gjithë shqiptarët janë ditës do kolla, qeliku e lullës do në bolla, gjithë shqiptarët janë ditës do kolla, Ta dëgjojmë grupin e burrave të Rëshenit me Cepsis Topulli e Ra Hotelin. Tash jo, unë kam shkruar vetëm ca vargje për këtë grupin e burrave, për si vlerë shpirtërore. Edhe u them kështu, kur ndizni vëllezër melodinë ndërtela dhe shpërdani jonet e këngës plot shkëlqim, ndjej si gurgullojnë gurat e thella nga trungu i lashi dhe utim. Bimaj e male shpret tamberloshi, të dala i kuna nga e posi i gegve, del preng markolla për i roshi si liz vigan për balë shkjeve. Në mbyllje të këtij emisioni kam zgjedhur dhe një nga këngët emblem të Sërvetçarës. Nuk ka shqiptar që të mos e di atë këngë. Janë sa e sa këngëtarë që e kanë kënduar. Grupi i burrave të Mirditës po, e gjithë Kosova dhe e gjithë hapësira shqiptare. Nga Qamëria në Kosovë, Maqedoni, Malzi, kudo që ka shqiptar. Është kënga për liri s'të fal shqiptari. Dhe për liri s'të fal shqiptari ka dalë nga muza e Sërvetçarës pikërisht atje, në zajs të Selitës. Një nga këngët e shkëlqyra të cilën ne e risollëm dhe njëherë në teatrin e operës dhe të baletit. Në një event të madh, Mirdita në Metropol, viti 2010. Kënduar nga Sërvetçara, mbështetur dhe nga grupi i burrave, duket si një amanet i lënë për brezët. Ky pra ishte Sërvetçara, që ta njihni më mirë, ndiqni, për liri s'të fal shqiptari. Simone, io sduro
shqiptari. Shqiptari, o mos e rose flakë